Më 9 janar 2026, Këshilli I Lartë I Prokurorisë vendosi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kryeprokurorit të Fierit Elion Mustafaj si procedurë për riemërimin e tij në këtë detyrë. Është kompetencë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për ta riemëruar në krye të Prokurorisë së Fierit, por ka detyrim të verifikojë figurën realisht, jo fiktivisht, siç bëri Komisioni I Vetingut, sepse ka disa prokurorë të cilët pasi kaluan vetingun me fshehje të dhënave për korrupsion dhe lidhje me krimin, janë arrestuar, shkarkuar, pezulluar dhe janë në hetim nga Inspektorati I Lartë I Drejtësisë, SPAK dhe nga vetë Këshilli I Lartë I Prokurorisë, pasi u janë zbuluar shkeljet. Edhe kryeprokurorit të Fierit, Elion Mustafaj, pamfleti I ka zbuluar dhe provuar me dokumente zyrtare disa njolla, të cilat ju fshehën 3 komisionerëve të vetingut, Albona Sanxhaktari, Firdeus Shuli dhe relatorit Olsi Komici. Ky I fundit është aktualisht deputet I PS-s, ndërsa të tre rezultojnë të lidhur në interesa me dajen e tij, drejtues në Fakultetin e Drejtësisë. Dokumentet tregojnë se më 1 maj 2004, Elion Mustafaj filloi punë si kancelar me kohë të plotë në prokurorinë e Durrësit, ndërkohë që në të njëjtën periudhë ka deklaruar se ndiqte studimet universitare me kohë të plotë në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë gjatë viteve 2003-2007. Në të njëjtën periudhë kohore kur ishte student me kohë të plotë në ciklin e parë universitar, ka deklaruar se paralelisht ka kryer edhe master shkencor pa përfunduar ende ciklin e parë. Bashkëshortja e tij, Najada Mustafaj, është e punësuar në kompaninë Puka LLC në SBA, në pronësi të shtetasit shqiptar Dorian Puka, I dënuar 2 herë me burg në Angli për grabitje banesash dhe biznesesh dhe aktualisht në hetim në Shqipëri për trafik droge, gjovënie dhe pastrim parash. Najada Mustafaj jeton prej 13 vitesh në SBA, por përfiton paga mujore fiktive nga 2 kompani në Shqipëri, Alba Konstruksion dhe Klodioda SHPK, pjesë e grupit AFL SHPK, me ortak me cilët Elion Mustafaj ka patur lidhje hetimore. Për Elion Mustafajn ka 7 kallëzime penale dhe mbi 60 denoncime për abuzime me dosjet penale gjatë kohës kur ka qenë prokuror në Vlorë, Korçë dhe Lushnjë, si dhe pas vetingut si kryeprokuror në Fier, ku synon të riemërohet. Ai ka hequr nga dosja Bankers bashkëshorten dhe vajzën e prokurorit të tij, Luana Bazi, sekretar dhe drejtor ekonomik në prokurorinë e përgjithshme, të cilat dyshohet se kanë falsifikuar bilancet e kompanisë Bankers. Burimet besueshme kanë deklaruar për pamfleti se Elion Mustafaj ndodhet në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit me dyshime për korrupsion, ndërhyrjen e time dhe lidhje me persona të sanksionuar.